Do të shikosh evidenca të tjera. I kanë folur më përpara, por ja ku ke prapa adhurimin që nga fieri. Dhe mundohet më së ndaj të ekspozojë magjinë. Ndërkohë është brenda magjisë. Miron Çaku, teologu i famshëm. Vërtet, a nuk duhet të lidhemi ngushtë me Atin? Të zbatojmë urdhrimet e Tij, ligjin e Tij të përsosur që Mesia eci? Po zhytesh në frymën e magjisë duke adhuruar të vdekurit? Dhe vazhdon bie fylli, dhe njerëzit kërcejnë, bie fylli, vazhdon bie fylli. Magjia vazhdon. Sepse ra fylli dhe pastaj goditen magjia që goditin Gjon Pakzorin, ra fylli kur e bia masandaj e Herodit, Herodeshës masandaj që ishte marrë gruan e vllajt ai, që Gjon Pakzori tha, po shke ligjin e Atit, kjo është palishmëri tha. Dhe fryma e Jezabelit goditi masandaj profetin, siç ishte që kohë më përpara, me Jezabelin që goditi Elian, u mundua dhe friksua masandaj, por ishte njëjta frymë. Ishte njëjta frymë. Ja të shikojmë të tjera. Shiko se thot teologu Çako. Djersitja dhe ankthi janë shenja që ju ka pushtuar djalli. Ai. Por ty Miron. A nuk të ka pushtuar djalli me magjepsinë? Me akoma nuk e marr rigjenerimin e shkeljeve të ligjit. Pendimin që nuk ka ndodhur në jetën tënde. A nuk të ka pushtuar djalli tyne me gjërat që praktikoni? Do t'i shikojmë më vonë deklarimet tënde, nëse do ta ndjekësh apo dikush do ta dërgojë. Ja ku i ke pushtimet e djallit mbrapa me ikonat që puthen. Apo kokën që duhet vënë në laç, në shkembi, ajo që nga prej Atit ajo. Tani do të shikojmë ndonjë gur, vlla motër, shikon ndonjë gur aty në ambientin tënd dhe fillon masandaj ta shtysh me kokë dhe këto gjëra janë prej shkrimit që po vetëm dërgoni magjepsinë në për televizionet që dilni. Je brenda në magjepsinë, Jeshaja 8, 19, 20, ti përmbahesh ligjet e dëshmisë. Dhe nëse një person nuk të flet sipas saj fjale, thot Bibla, Jahwe, Zoti i përjetësisë, nëse një person nuk të flet sipas ligjet e dëshmisë së ligjit, sepse nuk ka dritë në të, normal që nuk ka dritë. E shikojmë në ekran. Njeriu dërsin që ka pushtuar nga djalli. Njeriu ka ankth, ka frymën e frikës, ka shqetësimet. Nuk ka pushtuar, është influencuar. Kur një person ka ankthin, ka frikën, djersitja është një proces i trupit të njeriut për eliminimin e toksinave dhe vendosur balancën dhe temperaturën trupërore. Kur ngrihet temperatura e trupit, trupi djersin. Është një gjë filozofike. Është një gjë trupërore. Miron. Ndërkohë shenja tha që këto janë shenja që ka pushtuar djalli. Le të shikojmë disa shenja të mira. Dhe dallojmë shenjat. Gjithashtu u dhash, thot Ati Jahwe, sabatet e mia që ju keni braktisur me kohë, me këshillat e Laodicesë, Nicejsë, Kalcedonit, me papën tuaj Konstantinin. Ju dhash atyre sabatet e mia me qëllim që të ishin një shenjë midis meje dhe tyre, ja, shenjat e mira. Kur nuk ke këtë shenjë, ke disa shenja të tjera që të pushtojnë, masandaj, dhe djalli pushton, kur largohesh nga shenja beslidhjes së përjetshme, që janë festat biblike të Biblës, Levitiku 23, me qëllim që të njihni që unë jam Jahwe që i veçoj, thot, por ka shumë që do të veçohen sot. Dhe shtëpia e Izraelit u rebelua kundra meje në shkretet e tyre dhe nuk eci sipas statuteve të mia dhe hodhi poshtë dekretet e mia, duke respektuar njeriu do të rojë nëpërmjet tyre për to. Çu ka ndodhur. Dhe apostulli Shaul citon në Galatasëve 3:12 të këtë varg këtuja, duke respektuar të cilën njeriu do të rojë nëpërmjet tyre, thot. Nëpërmjet besimit, citon Habakukun 4 besoj dhe masandaj apo 2. Dhe citon masandaj Ezekielin 20 që kemi në ekran në Galatasëve 3.
në Galatasve 3. Galatasve 3:12. Por thotë, ata i përdosën me të madhe sabatet e mia, kështu unë vendosa të hedh mbi ta zemërimin tim për t'i zhdukur në shkretë të tira. Thotë, kam përdosur me të madhe sabatin e tia, festat e tia, që janë një shenjë midis beslidhjes së përsosur të atit nëpërmjet Mesias Jashuas, që ai kishte shenjën e atit. Ja një shenjë tjetër. Dhe tymi u mundimit të tyre ngjiten në sheku të shekujve, të kujt, dhe nuk do të kenë prerje ditë e natë ata që adhurojnë bishën, bisha, vjen keq bisha, ja ku jashtë ka shumë bisha, i shikon bishat. Bisha? Okej. Ata që adhurojnë bishën, figurën, kishim disa figura? Po ja, janë figurat e bishës, të dhëna njeriut. Figurat e saj, dhe kushdo që merr damkën ose shenjën e emrit të saj. Kur nuk ke festat biblike, masandaj ke një shenjë tjetër. Po të kesh sabatet e tia në Levitikun 23, ke një shenjë në këtë rast të atit në ballin tënd. Dhe ati njeh kush janë të tjerët. Dhe shikojmë shenjën e mirë, sepse pak më përpara këtu ti shikon që kishte një shenjë, një damkë që në këtë rast personat kishin, që është frymërore, nuk duket, është e padukshme, para se të jetë në pasandaj e manifestuar fizike në sjelljen e një personi. Ai është influencuar nga shenja e bishës, figurës, masandaj do veprojë që mund ta marrë dhe fizikisht, po dhe me sjelljen e tij duke shkelur sabatet, masandaj festat biblike. Ajo është shenja e bishës. Shenja e kishës së vërtetë, këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve, këta që rezistojnë bishën, figurën dhe damkën dhe shenjën e Satanit. Këtu janë shenjtorët që zbatojnë urdhrimet e Zotit, Tatit Jahwe, dhe kanë besimin tek Jashua. Qëndrojnë, rezistojnë bishën, figurën dhe damkën e saj. Damkën e emrit të saj, do më thënë, damka ka shenja, do më thënë, e emrit të bishës. Emri do thotë anoma nga greqishtja, do thotë i nënshtrohesh autoritetit të bishës, të demonit, të Hermesit, të Odinit, apo Ishtar në Romë, ki plot. Dhe si tha Miron Çako, më fal, shpella, dhe po fliste në këtë rast me figurat e bishës mbrapa, po flet masan si tha, Shën Vlashi tha, kërkoj që të hapesh e shpella. Ai, u hap shpella dhe masandaj dhe ngeli gjurma e kokës të këtij Vlashit në shkend në këtë intervistë. Wow, çfarë fuqie. Domethënë, ai vajtin e shpella dhe u lut dhe masandaj lëvizi komplet, domethënë, tër tokën atje me kokën e tij. Shko çfarë gjëra besojnë sot dhe shkojnë njerëzit. Besimtarët vendosin kokën mbi gurin e shpellës, tha, në këtë rast Mironi. Vendosin mbi gurin e shpellës dhe i luten Zotit, po kujt? Odinit, sepse ne po të shikojmë për punën e lutjes. Okej, le ta shikojmë çik punën e lutjes, është një gjë e mirë që neve të shikojmë lutjen. Okej, le ta shikojmë lutjen. Fjalë të urta 28. Lutja është një gjë shumë e rëndësishme në jetën e një besimtari të vërtetë që është në beslidhje me Atin, dhe neve le të shikojmë lutjen. Okej. Dhe Romakëve 2:13 për ty Miron, apo Romakëve 2:23-24, kështu ti mirë paisesh me urtësinë prej shkrimit, prej Biblës, dhe kështu masandaj nuk vazhdon të implementosh Galatasve 5:19-21 që flet masandaj për veprat e mishit, që është masandaj thotë çdo idhujtari apo papastërti, magjia që jeni dhe të gjitha këto gjëra heresitë që keni anulluar ligjin
për të cilat thot apostulli Shaul, për të cilat, siç kam thënë më përpara, po ju them dhe tani dhe në të kaluarën, thot që ata që bëjnë gjëra të tilla nuk do ta shigojnë mbretërinë e Zotit. Okej. Edhe shkojmë lutjen, sepse ky vlasi u lut. Okej. Atë shkojmë lutjen. Argumente, fjalë të urta 28. Është Bibla. Jo këshillat e Laodicejës, Kalcedonit apo perandoritë e ndryshme. Okej, le të shikojmë lutja, sepse masandaj kishim vlasin që luteshe dhe u ngrit kjo gjë e madhe, masandaj ky shkembi dhe lëvizi dhe formove atë zgabrën. Por Bibla thotë, miron, jo njeriu, në rast se e kthen veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin, vetlutja e tij është një gjë e neveritshme përpara Atit Jahve. Si u dëgjua kjo lutje e këtij vlasit, ku ai ka anulluar ligjin bashkë me ty dhe me këshillat e ndryshme që formuat në shekullin e 3 të 4 të etërve tuaj, me anullimin dhe palishmërinë dhe paudhësinë dhe idhujtarinë që keni krijuar në kombin tonë. Në rast se dikush e kthen veshin gjetiu, normal që është kthehur veshi gjetiu me shumë mësime, me shumë vetë autoritete, siç kanë marrë në shekullin e 3 të 4 me formimin e kulteve tuaj. Ai person që kthen veshin gjetiu për mos dëgjuar ligjin, ta zbatojnë jetën e tij, se ndryshe lutja e tij është një gjë e neveritshme përpara Atit. Ndërkohë pam disa gjëra të neveritshme pak më përpara. Bashkimi në këtë rast me çdo aleancë pagane, me idhujt, me shëmbëltyrat, me të gëdhendurat. Okej. Masandaj si tha, Mironi tha, vendosin kokën të nderojnë shenjtorin, të vdekurin, vlasin i vdekurin. Kolona tha, Mironi masandaj si tha, kolona ku djersinte ishin atje ku ishin qirinjtë. Kjo kolonë po djersinte dhe ishin disa qirinj. Dhe njerëzit masandaj flinin atij që ishin të sëmurë dhe nga jo djersë lyeshin veten dhe shëroheshin. Ati nuk është me në ekuacion. Për shërimin emri Mesia Jashuas, venet e duarve, Bibla, lutja nuk janë, por duhet të vëmë masandaj në një kolonë që djersin nga atmosfera, nga temperaturat e ndryshme, kondensimi, dhe një person duhet të marrë atë ujin që del nga i kondensim dhe po shërohet. Por theti fatkeqësisht masandaj, ai guru shkatërua në kohën e Enverit. Si do t'ja bën tani? Nuk ka më shërim. I bie. Okej. Do vazhdojmë sepse motra për ju që jeni këtuja tani do vazhdoj ta mbaroj vllai se por ju po të flihet se vajti vonë, shkoni dhe do ta dëgjoni masandaj se do ta presim për lavdit të tija në disa pjesë. Okej, vazhdojmë në kolonat që shërojnë, në zgavrat që hapen nga personi, nga dikush tera plaja atje në Laç, që do me hirën e tija, do marrim shofarin me vete. Në ndërkohë Ati thotë për punën e gurëve dhe gurët që dersinë. Nuk do të bëni për vete idhujt, vlashin me fëmijën, masandaj atje, nuk do të ngrini për vete një shëmbëltyrë në një shtyllë të shenjtë, as nuk do të vendosni një gur të figuruar në vendin tuaj, për t'i përullur përpara ti. Përpara ati gurit. Sepse unë jam Jahve Zoti juaj, po e thoshte popullit Izraelit dhe fillon Levitikun 26 për legalitetin e Atit, për mirësinë që ai shpreh kur ne zbatojmë urdhrimet e tija. Dhe Ati fillon menjëherë për të adresuar idhujt në zemrën e dikujt. Nuk do të bëni për vete idhuj, thonë, nuk do të ngrini për vete një shëmbëltyr apo një shtyllë të shenjtë, as nuk do të vendosni në një gurë, miron. Apo kolegët tanë në Tiranë, masandaj ka plot. Apo në Rom, nga Lushnja apo varet. Nuk do t'i përulesh në një guri. Isaia 37. Dhe i kanë hedhur perëndit e tyre në zjarr, sepse ata nuk ishin Zot, por vepra e duarve të njerëzve, dru dhe gur. Vepra që bën gëdhen një njeri, masandaj dhe e vendos atje në Laç apo në Qafthan apo në Tiranë, në stadiumi. Ka plot.
veprat e duarve të njerëzve ka në sy të shikojnë, ka në fryma, në brenda tyre, kanë veç të dëgjojnë ato, ndru ato gurë. Sepse ju e dini, thot shkrimi, që ishte si jo hebrejnë të rëmbyer nga këta idhuj me mejcë, normal idhuj me mejcë, sepse nuk kanë gojë të flasin, si do që udhëhiqesh e thot, por duhet i kishte lënë thot me kohë, por akoma nuk i ka lënë popullit tonë shqiptar. Ja ku kemi disa ngurë të këdhendur, veprat e duarve të njeriut. Nga drejtuesi i tempullit të Laçit, të tempulli Odinit, tempulli Ishtar. Dhe si tha, më andaj që fëmia nxori halën e peshku nga goja, nxori sepse ati i dha mëshirën, e nxori. Vetë nga përberja edhe struktura e qafës që ati lejovi që ta nxirte. Dikush e ka shtypur në bark, varet si ka ndodhur, nuk i dime. Por nuk bëjmë shëmbëltyra. Nuk bëjmë të gëdhendura veprat e duarve të njeriut. Dhe pastaj thotë që ishin 2 qirinj të bekuar që në formë kryqi që i vendosin në fyt, më fal, masandaj që fëmia u çlirua nga hala e peshku që kishte në gojë, sepse u vendos masandaj me një shenja e Hermesit, siç e pam pak më përpara, u vendos shenja e Hermesit, kryqi. Ja ku kemi? Ja e marrim pak, na ndihmon, e kemi afër. Dhe duke vënë këtë shenjën e Odinit të vdekjes, shenjën e poshtërimit që Bibla flet hapëzi për shenjën e jetës që është Shandani, që është menora. Dhe zotëria këtu në Laç tha që duke vënë masandaj duke vënë shenjën e vdekjes të Hermesit, 2 gjarprinjtë që kanë të njëjtën shenjë me kryqin lart, dhe ai fëmia u çlirua. Ralla. Do flasim për qërinjtë më vonë. Dhe i kërkoi Zotit për ndërmjesimin e shënvllashit ta çlirojë prej së keqes së fytit. Do të thënë, tani një person i vdekur që ndodhet në Sheol, duhet i lutesh masandaj vllashit që ai të shkojë tek Zoti, që një person të marrë diçka. Po Mesia Jeshua Krishti ku është? Ndërmjetësuesi i beslidhjes së re? Ku vajti? Magjepsimi vazhdon. 2 Korintasve 4:4 vazhdon, sepse është Zoti i kësaj bote që ka verbuar mendjet e atyre që nuk besojnë lajmin e mirë të mbretërisë, po ecën në palishmëri. Kërkojnë masandaj shëmbëltyra, i bëjnë të gëdhendur. Ati thotë, mos bëni gjëra të tilla, thotë, se janë veprat e duarve të njeriut, apo në një dru, apo në një gur, janë idhujtari, thotë, mos i ngrini ato shëmbëltyra. Sepse do gjykoni, thotë, pa drejtsinë e 3 të 4 thotë të tërve tuaj. Dhe kështu ka vazhduar në kombin tonë. Dhe Mirone masana shqetësoheshe, sepse tha, ai gur na e shembi, tha në veri, tha, kur goditi masandaj në Laç. Dhe masandaj sjellin atë legjendën që masandaj ishin disa atje besimtar katolikë që mrekullisht u shpëtuan prej nuk e dija, prej ushtarëve apo kush u dërgua atje. Gjëra legjenda që lidhin gjithmonë me si gjoja ati viziton idhujtarinë e Laçit? Aj. Gjarprinjtë, Hermesin, Perandoria Romake, e bashkuar shteti me fetarët që ndjekin idhujt që pagojnë. Nuk e tha apostulli vetë hapurasi. Të rëmbyer nga idhujt me mecë. Ja ku ke idhullin me mecë këtu? Ja ku është. Të tha masandaj që ndërmjetësimi, tha, i kërkuam Zotit për ndërmjetësimin e vllashit. Të liroje, masandaj lyen me vaj, me formën e kryqit,
formën e kryqit. Ajo është një beslidhje që po hyn me shenjat e vdekjes. Nuk ka folur Bibla për gjëra të tilla. Mesia nuk bëri gjëra të tilla. Nuk ishte shenjë në Izrael, kryqi, e përdonin romakët. Dhe e përdorën fetarët e kohës që kishin anulluar ligjin e Gjoni 8, Farisinjtë, Marku 7, Marku 2, Mateu 13, 25. Lexoj. Lutja ndaj shëtorëve të vdekur, le ta shikojmë. Sepse thatë, ishte vlashi që masandë do bënte ndërmjesimin për dikën, apo jo? Ndërkohë Jashua Mesia është i vetmi ndërmjetësues midis njerëzimit dhe Zotit Jahwe. Dhe Bibla ka ato autoritet final mbi jetën e një personit. Dhe jo traditat pagane, jo njeriu, jo mendja mishore që nuk nënshtrohet ligjit të Atit për të marrë urtësinë, dritën dhe bekimet që ati jep. Për këtë arsye ai Krishti është ndërmjetësuesi vetëm i beslidhjes së re. Që ai masandaj do ringjalli dhe ata që kanë qenë më të parë, thotë, të beslidhjes së parë, që do japë shpërblimin atyre të shkeljeve të ligjit që ata kanë bërë, dhe thotë për beslidhjen e re, thotë për tani mbas ringjallis së tij, ne që jemi në beslidhjen e re, të marrim dhe neve premtimin e trashëgimisë së amshuar të përjetshme. Por është Mesia Jeshua, i vetmi ndërmjetësues midis njeriu dhe Atit. Në fakt, një e Zoti, jo tre, siç keni thënë ju në këshillat tuaj të Laodicejës së Nicejës me Papan Konstantinin, që adhuronte diellin, Mitrën, që ndryshuat ligjet e Atit me frymra demonike, ndryshuat sabatin e quat në adhurimin e diellit, ndryshuat Pashkën e vërtetë e quat të dielën, dhe vazhdojnë protestantët të kërcejnë me juve së bashku. Në fakt, një është Zoti, një. Dëgjoj Izrael, Jahwe, Zoti ju është një. Dhe një është i vetëm ndërmjetësuesi midis Zotit dhe njerëzve. Kush? Mesia Jeshua, njeriu. Njeriu Mesia Jeshua, dhe ishte njeri që ecën në tokë. Ta thot Bibla. E beri Zot Ati në vepra 2, mbas si tregoi në Hebrejnë të 5 dhe mbas përpara këtyre vargjeve. Ati e beri Zot, e beri sundues, e beri mbret. Dhe i dha veprat e duarve të tia, pushtetin, autoritetin, që të ringjalli ata që do kenë në devotshmëri në urdhrimet e atij ligjit, duke besuar tek Mesia Jeshua. Sepse ai është i vetmi ndërmjetësues midis Zotit dhe njerëzve. As Vlashi, as Papa, as Maria, dhe as shën të tjerë. Zgjoju nga gjumi i vdekjes, sepse vajtoj për popullin tim kur bëni gjëra të tilla. Nuk kam kënaqësi për gjërat që vazhdoni të bëni, po do ekspozohen që ti ndoshta dikush zgjohet dhe merr shpëtimin e jetës përjetshme. Lutja, duhet të lutemi dikujt? Apo duhet të lutemi Mesias në emër të tij që vetë na tha në Gjoni 14? Çfarëdo që kërkoni në emrin tim, tha Mesia, unë do ta bëj që Ati të përlavdërohet në birin, thot, në mua. Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj, po është në emër të tij. Dy herë këtu ta thotë, në emër të tij, jo në emër të vdekurve. Është në emër të Mesias Jeshuas të vërtetë, Krishti që njihet, që është dhënë emri masandaj nga greku, kur përkthyen nga hebraishtja e asaj kohe. Dhe kur ti të lutesh o shko në dhomën tënde, mos u bëj si hipokritët që luten në përkembë, thot, dhe dalin shesheve, që të shikojnë të tërë, thot, tashmë kanë marrë shpërblimin, por ti kur të lutesh, hyr në dhomën tënde, mbyll derën dhe lutu Atit tënd që është në fshehsi, thot, dhe ai masandaj që shikon në fshehsi do të shpërblej publikisht. Si do ta bëjmë? Në emër të Mesias Jeshuas, në emër të tij, në emër të Krishtit. Jo në emër të vdekurve, sepse është i gjallë Ati dhe i biri i tij. Janë dy persona që janë të gjallë së bashku me hingjit. Nuk janë të gjallë as Maria, as Vlashi, as një person tjetër, sepse janë për të ringjallur, por do ringjallen në liçen e zjarrit, sepse dëshmojnë frutat e tyre çfarë kanë praktikuar, por ti mos i pjesë atyre gjërave. Largohu nga ato idhujt. Dhe vetë thot prapë më vonë, kërkoni çdo gjë, Atit në emrin tim, thot, kërkoni në emrin tim, prapë Mesia thot.
Dhe apostulli i tij në Kolosianët 3 thot, bëni çdo gjë që bëni, thot me fjalë apo me vepër, me sjelljen tuaj, ta bëni në emër të Zotit Jashua, duke falendëruar Zotin atë nëpërmjet emrit të tij, ai është ndërmjetësuesi i vetëm midis njeriut dhe Zotit. Mesia Jeshua është. Sepse unë tha jam udha e vërteta dhe jeta, unë jam udha që u tregoj rrugën, sjelljen, urdhrimet e tij nëpërmjet meje, se unë jam kryeprifti përsosur i lartë që e fitova, thot në Hebrejnë të 5. Do të tregoj ligjin e vërtetë, dhe kjo është rruga e vërtetë që do të japi jetën e përjetshme. Dhe askush nuk vjen tek Ati veçse nëpërmjet meje, tha Mesia, jo tek vlashi, jo tek ikona, jo t'i puthni gurët. Dhe është vetëm Mesia në rast që vdiq dhe u ringjall, është i vetmi që është ringjallur, dhe ai qëndron në të djathën e Atit Elohim të Zotit, është ai që ndërmjetëson për ne, vetëm Mesia Jeshua, jo të vdekurit. Maria ishte e vdekshme, Miriam quhet, po ti e njeh si Maria. Miriam ishte një e vdekshme që kishte nevojë për shpëtim, siç ndodhi për të gjithë të tjerët që nuk janë ringjallur, po presin në xhirin e Abrahamit të ringjallen, ku në ditën e fundit kur shofari do bjerë, buria e fundit do bjerë, kur Mesia të vijë, do ringjallin mbas shtrëngimit të madh. Vet Miriam tha që unë jam shërbëtorja e Zotit të Jahve, thot. U përgjigj që në këtë rast engjëllit u përgjigj Miriam, thot, unë jam shërbëtorja e tij. U beftë si pas fjalës sate dhe pastaj engjëlli u largua dhe late. Ka nevoja jo për faljen e mëkateve, sepse është njëri si neve. Mëkatoj dhe do marrë shpërblimin e jetës së përjetshme. Por ngulmovi në ligjin e përsosur të lirisë, siç ishte kushërira e saj, që tregon karakterin Luka 1, 5 dhe 6, si ecnin prindit e Gjon Pakzorit. Të ishin, ja shikojmë bashkë, erdhi tani, ja jemi në Luka 1, por Luka 1. Që të dy ishin pa të metë, duke ecur të gjitha urdhrimet dhe ligjet e Atit. Pa të metë, pa njolla, siç ishte Qingji. Dhe kishte njerëz që ecnin pa të meta, pa njolla, duke dëshmuar masandaj urdhrimin, ligjin e Atit për të rrokur jetën e përjetshme në luftën e drejtë të besimit. Ja, ta shikosh në ekran. Kushëria saj Elisheva ishin hebrejnë, por besimet tuaj nuk kanë dashur fare të bëjnë me premtimet e beslidhjes në Romakëve 9, por jeni fokusuar vetëm tek njerëzit, duke goditur masandaj njerëz që do mbani përgjegjësinë tuaj dhe keni larguar shumë nga masa e besimit, me këshillat tuaja, me anullimet tuaja. Ja, shikon prindit e Gjon Pakzorit, Zekaria dhe Elisheva, që të dy ishin të drejtë në sytë e Atit Elohim, duke ecur pa të metë në të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Jahve. Të drejtë duke zbatuar ligjin, Romakëve 2:13. E ka shikojmë punën e nënës së motrës. Ndërsa ai, Mesia, vazhdonte të fliste turmave, ja nëna dhe vëllezërit e tij të gjakut, por rinin jashtë dhe kërkonin të flisnin me te. E dikush i tha, nëna jote, Miriam, dhe vëllezërit e tu të gjakut janë atje jashtë që duan të flasin me ty. Por ai duke u përgjigjur tha, duke lajmëruar, që i kishte lajmëruar, i tha atij personit, kush është nëna ime dhe kush janë vëllezërit e mi? Dhe ai shtriu dorën e vet drejt dishepujve dhe tha, ja nëna ime dhe vëllezërit e mi, sepse kushdo që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell, me është vëlla, motër dhe nënë. Vullneti i Atit që të ecim urdhrimet e tij në ligjin e tij të përsosur, kështu nuk mëkatojmë. Mëkati është shkelja e ligjit e para Gjoni 3:4. Të kryes vullnetin e Atit, ta jep prap në detaje vullnetin e Atit që apostullit po praktikonin. Se thotë, nëna ime, vëllezërit e mi janë këta që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe vënë në praktikë. Akoma nuk është ringjallur në Luka 8. Kishte urdhrimet e atij ligjit që na thotë në Mateu 4:4, që të rrojnë nëpërmjet tyre. Dhe Luka të jep një detaje të atij vullnetit, të njëjtës instancë që u fol këtuja, dhe masandaj të jep Luka
detajet, vullnetin atit, fjala, urdhrimet, ligjin, rrugët e tia. Të vdekurit, predikusin entë, sepse të gjallët e dinë se do vdesin, po, fizikisht, por të vdekurit nuk din asgjë. Luteni të vdekurve, puthni ikonat e të vdekurve, ndërkohë të vdekurit nuk din asgjë. Ti shikon ekran. Dhe nuk ka më shpërblim, sepse kujtimi i tyre është harruar. Nuk kanë pjesë me të gjallët. Nuk kanë pjesë në gjithçka që bëhet në ndjell. Do thot me të gjallët. Të vdekur nuk kanë pjesë me të gjallët. Si do të lutesh të vdekurve ku nuk din asgjë? Bibla ta thot. Ndërkohë kujtimi i tyre po harrohet, ti e shikon që persona që kanë ndruar jetë harrohen. Vetë se ne mund t'i kujtojmë për në këtë rast situata të caktuara, është më se normale, nuk ka ndonjë gjë të keqe të kujtojmë në këtë rast të dashurit tanë, në këtë rast familjarët tanë. Por nuk shkon në varet. Mbasi ke berë nderin herën e parë, mos shko me në për ato vare, sepse po shkon të adhurosh të vdekurit masaj. Sepse ti e ke në zemrën tënde. Dhe kujtimi tënd ndodhet në zemrën tënde. Nuk shkon atje për të quar biskotat, rakina, cigaret, lulet, për çfarë? A nuk duhet shkojmë te kati dhe të lidhemi ngushtë me të çdo ditë në urdhrimet e tia? Sepse të vdekurit nuk din asnjë dhe nuk kanë më pjesë mbas atij nderit të parë që ti varrose edhe është më se normale ti bëjmë nderin, se nuk do t'i lesh aty ku janë në dhomë apo. Do t'i bësh nderin që u takon me dashuri, me sinqeritet, pastaj nuk shkon më se hynë në frymën e vdekjes, hynë në beslidhje me të vdekurit, me vudun, me nekomancinë, me magjepsinë. Dhe pastaj njerëzit vizitohen natën nga persona që kanë ndruar jetë. Sepse ke shkuar dhe të shfaqet satani në përëndra, duke marrë fytyrën e atij personi që ka ndruar jetë, të afërmit tënd. Ndërkohë të vdekurit nuk kanë më pjesë në gjithçka që bëhet në ndjell, do thotë këtu në tokë tani. Të vdekurit nuk lëvdojnë Zotin. Dhe ata që zbresin në heshtje, Psalmi 115. Maria tani po pret ringjalljen që ta lavdërojë dhe të tjerët, Miriam. Kur jesë dhenë të qëndrojë në pushim, anë e kundërt, mësandaj, ma të kalon humnerën, që nuk mund të kalojnë, thotë, si sta vetë shkrimi, ata që janë të drejtët që do marrin ringjalljen, nuk mund të kalosh nga ferri, se në ferë po torturohen. E di që ka një perceptime ndryshe, masa nuk të flasim një ditë komplet në këtë rastë. Komplet Sheolin, Gehenën. Liçeni i zjarrit nuk është ferri. Janë dy gjëra të ndryshme. Ferri ndodh tani që janë duke para se të hidhen në liçenin e zjarrit. Po torturohen atje, është shpirti që është akoma i gjallë. Siç është shpirti i gjallë për etrit dhe ata që do ringjallen, ata janë në qetësi, nuk vuajnë atje. Dhe është dhe në një kohë të presin derisa të përmbushet koha. Kurse ata që janë në ferr po torturohen. Sepse kuptojnë çfarë kanë akoma ndërgjegjësimin, sepse shpirti që ka ndërgjegjësimin për gjërat që duhet të kishin bërë në kohën që patën në kohën e tyre. Andaj duhet të pendohesh si ti, miron dhe shoqëria jote. Të marrësh urdhrimin në këtë rast e ligjit të përsosur, nuk i shkel me, beson tek Mesia Jeshua që nuk anullovi ligjin, jo në këshillat demonike të Kalcedonit dhe Laodicejës me autoritetin e vetë vendosur. Fillon rruga e mirë dhe kështu mëson familjen tënde. Drejton në urdhrimet e ligjit për të mos mëkatuar. Kjo është trashëgimia që ati do. Nuk është për të çuditur sepse Satani shndërrohet në një engjëll drite. Jo që çdo gjë që shfaqet si drite është prej Atit. Shikohet detajet, motër, siç po flisnim. Shikojmë detajet.
Shikon apostulli Shaul që po në këtë rast ishte duke predikuar lajmin e mirë të mbretërisë dhe një frymë demonike i foli dhe i tha gjene saktë. Por nuk ishte fryma e së vërtetës, fryma e shenjtë në atë grua, por foli gjene saktë në vepra 16. Po jo sepse një person flet gjene saktë është fryma e vërtetë. Sepse Satani di gjene saktë, i tha Mesias, idhu, ti tha dhe do të mbajnë engjëjt në krahët e tyre, tha, sepse është shkruar, thot në Psalmin e 1, ti e di, tha, idhu. Ndërkohë ishte adhurimi apo bindja e zerit ndaj Satanit apo jo për Mesian në atë moment. Ajo tha, unë do të bindë zerit tënd. Po të më thot ati që të hidhem unë e betho, po jo të më thuash ti. Dhe kur po shkonin lutje na doli përpara një skllave re që kishte një frymë falli, e cila duke treguar fatin njerëzve në laç apo përtej apo shikon duke prej torta masandaj në Tiranë e tjerë. U sillte shumë fitime e zotërinjve të saj, përreth. Fryma e fallit, fryma e vdekjes, fryma e magjepsisë, me pak fjalë. Këta njerëz fryma e fallit po thoshte përpalin, për apostullin Shaul që kemi të vërtetë. Këta njerëz janë shërbëtorë të Elohim më të lartë, Zotit më të lartë, që u shpallin udhën e shpëtimit. A nuk ishte shërbëtor i Zotit të lartë të Jashua, në këtë rast të Atit Jahve? Zotit më të lartë, sepse ka zotra apo njesh mi lartër në këtë rast. Ata zotrat e tjerë janë demonët. Thotë këta shërbëtorë në këtë rast për apostullin Shaul janë shërbëtorë të tija, tha, që u shpallin udhën e shpëtimit. A nuk është një gjë saktë kjo? Po. Ata ishin, janë, i lexojmë librat e tyre, moralin e shëndoshëm, në ligjin e tija. Po ishte fryma në këtë rast e gabuar mbrapa, dhe se tha një gjë të saktë. Prandaj ne shikojmë frutet e praktikës që Mesia tha, do t'i njihni nga frutet. Dhe për shumë kohë ajo këtë e bëri me ditë me radhë, por Shaulu i mërzitur u kthye dhe i tha frymës mbrapa, apo brenda, se normalisht ishte brenda. Unë të urdhëroj në emër të Jashua Mesias të dalësh prej saj, dhe fryma doli në atë çast. Prandaj ligji për të ri 13, 1 deri në 5 është për jetën tënde. Nëse ka urdhrimet e ligjit të përsosur ai person që të flet, atëherë ti mund ta dëgjosh. Sepse ka dhe Mesia bashkë që Mesia i praktikovi duke qenë panjolla me ligjin e tij. Por një person që vjen të anullon ligjin ka frymën e fallit mbrapa. A nuk do të konsultohet një popull me Zotin e tij? Apo do të konsultohesh me të vdekurit për të gjallët? Marias për të gjallët? Të vdekurës për të gjallët? Ndërkohë të gjallët nuk kanë pjesë me të vdekurit. Sepse të vdekurit nuk kanë fare, e pak më përpara, nuk kanë të bëjnë fare të vdekurit. Nuk dinë asgjë, nuk kanë pjesë në gjithçka që bëhet në ndjell. Po të përbash ligjit e dëshmisë, kështu je në rrugën e mirë, në rrugën e përjetësisë, vazhdon besimi tënd tek Ati tek Biri tia çdo ditë. Dhe kur një person, një popull, një individ, një mbledhje, një grup personash nuk flet sipas saj fjale të ligjit të dëshmisë, kjo do të thotë se nuk ka dritë. Ma që nuk ka dritë. Po të drejton e errësirë në shkelje të ligjit, me pak fjalë, në mëkat. Lutja ndaj të vdekurve është në komandësi. Fryma e vdekjes, konsultimi të vdekurve, magjia, vudu, meksikane, ja ku e ke. Fryma e vdekjes, kryqi, simboli vdekjes. Ja ku e ke altarin realisht të tyret, të magjisë, ja ku e ke. Shikon vudun që adhurojnë ata. Frymërat, masandaj kanë gradat e tyre, që kanë bërë dhe mësim, mund të shikosh në kanalin tonë, Zeri Mesias, në YouTube. Dhe asi lutemi masandaj. Lutemi etërve tanë, liderave tanë, që të na ndihmojnë në problemet e që kemi neve të përditshme. Shikon?
Ja ku ke frymërat katolike, ortodokse, ungjillore. Orisi, që e prekën pak më përpara, Odini, quajtur në vendet të tjera në Skandinavi, Ishtar, që ulet mbi ujrat, ja ku ke syrin e tia, dielli, dhe pikërisht e ka fshehur këtuja dhe ka vënë, sepse kanë shenjë masonike, që është bufi që po ta bën, bufi që ke, pasandaj, Planned Parenthood në Amerikë, që bën sakrifica të abortimit, ndaj balit, ndaj dagonit. Dhe vjen shkrimi lavdiatit, le ta shikojmë çfarë thotë shkrimi në ligjin e përsosur të tij, thotë do t'i bindesh pra zërit të Jahve Zotit tënd, do të zbatosh në praktikë të gjitha urdhrimet dhe ligjet që urdhëroj sot. Po atë ditë Moshe i dha këtë urdhër popullit dhe po ta thotë ty dhe mua. Duke thënë ja, ata do të rrinë në malin Gerizim për të bekuar popullin kur të keni kapërcyer Jordanin. Dhe mësandaj, Simeoni, Levi, Juda, Isakari, Jozefi dhe Binamini dhe ata do të rrinë në këtë mal e baltër për të shqiptuar mallkimin. Do ta bëjnë këta persona, Rubeni, Gadi, Asheri, këto janë fiset e Izraelit, 12 fiset e Izraelit. Levitët që ishin prej të rinj, nga 12 fiset e Izraelit vetëm, dhe nuk ka prej kombeve të tjera, levitët do të flasin, do të thonë me zë të lartër burrave të Izraelit. Mallkuar qoftë ai njeri që bën një shëmbulltyre të gëdhendur prej metali të shkrirë, një gjë e neveritshme përpara atit Jahve, vepra e duarve të një artizani dhe vendos në një vend sekret. Dhe tërë populli do të përgjigjet, do të thotë amen. E kupton thotë që duke bërë këto gjë, po i thoshte popullit, janë një gjë të neveritshme përpara meje? Je dakord? Po jam dakord. Pastaj patën pasojat. Se thanë, jo, ne me këto gjëra nuk do merremi. Ndërkohë ti sot janë hapura në Shqipëri dhe për te. E nuk ka shprik atit Jahve në zemrat tona me. Nuk marrin parasysh shkrimin. Vazhdojmë të ecim me frymrat e vdekjes në denominacionet, i quajnë ungjilltar, i quajnë katolik, ortodoks, pastaj reformist apo të Jovajt, mormonët, të ditë 7, baptist, pentakostal, në frymrat e vdekjes. Një nga shenja që praktikojnë sabatin dhe festat biblike. Mban një grup, mban vetëm sabatin. Pastaj po vjen Ishtar, Easter. Po vjen darka e tyre në ditën e diellit. Ndërkohë Pashka vërtetë është në datën 7. Në datën 7. Gjati ka vendosur mirësinë e tij, që neve të adhurojmë në festën e atit Jahve dhe kujtojmë ato dy elemente, bukën pa maja dhe pastaj verën, kujtojmë personin që na bëri të mundur që të adhurojmë dhe të praktikojmë festat, urdhrimet e tij. Mesian Jeshuan, atë kujtojmë në atë festë. Në tërë festat ai është shëmbulltyra. Por ne nuk i duam festat e Levitiku 23. Që 4 janë përmbushur dhe 4 të tjera janë akoma për të përmbushur. Së bashku me sabatin e 1000 vjeçarin të pushimit në mbretërinë e Mesias kur do mbretërojë, dhe nga Sioni do dalë ligji, Isaia 2:3. Do mësohet ligji kombeve që janë jashtë qytetit i Jeruzalemit të ri. Ndërkohë, perceptimet katolik ortodokse kanë thënë do shkojmë në imagjinare, do ikësh diku andej dhe do ikësh në qiell kaq. Dhe i thoni që tani janë në qiell, ndërkohë janë poshtë në tokë. Komplet kundra çfarë Bibla thotë. Shëmbulltyra të gëdhendura prej metalit të shkrirë, një gjë e neveritshme për atin Jahve. Shëmbulltyrat e gëdhendura të gurit pan pak më përpara, prapë një gjë e neveritshme, janë veprat e duarve të një njeriu, një artizani, që masandaj fillon të adhurojë, të lutet,